Quhem Astrid Suli, lindur në fshatin Luzaj, rreth i Berat, Shqipëri. Marr pjesë në UÇK, si çdo shqiptar luftëtar i ndershëm, përshëndes gjithë popullin shqiptar. Mami, po s'u ngritëm ne, thoshte ai? Jam vëllezëritan. Ja quhet si kur ta kesh ti luftën, nuk do vinë ata, thoshte ai? Kështu që duhet bërë. Po jo unë më jo. Ja. I lutem Zotit natë dhe ditë, tha, se po vritët pa fajshëm e mami, tha, në batrat e tyre, tha. Gjithë shqiptarëve që në këtë moment duhet të kontribuojnë të gjithë. Ata shanin Kosovar, po këta punë e kishin të impronarë. Ky, për të mbrojtur Kosovarin, i thot, do të lësh të mbabet, se s'pe duron dhe dot. E sa që për të ishte duhet. Ti ke vajtë për halë dhe i për halë. Ti babi sa i nuk i gjitha këta. Se, pa i kur shande Kosovari, më shande dhe mua, the. E qënde Kosovën si kur ishte një trup në Shqipëri. Pa më rështë se me kishin shumë kohë të ndarë. Po s'kini kur merak për mua, thoshte, dhe u takofshim të fala dhe u takofshim në Kosovën e lirë, në Kosovën etnike. Dhapja fundit, kaq. Si me gjithë popullit se UÇK është një ushtri e vendosur dhe do ta sjellim sa më shpejt lirim